Me vetëm një lugë çaji maja, pak sheqer, i shtoj lart një gotë ujë të ngrohtë, ujë të vakët, i lë pak të pushojnë bashkë sa majaja të aktivizohet dhe më pas i shtoj edhe një lugë çaji me krip. Pasi kam hedhur dhe lugën e çajit me krip, atëherë filloj dhe shtoj miell. Masa ka marr gati 2.5 gota miell, po mund t'ju marrë edhe deri në 3 gota miell. Në fillim punojeni me një lugë ose me një pirun, si ju të mundeni, dhe kur masa fillon të trashet, filloni ta punoni me dorë. Mezi e kam bërë duke mbajtur celularin dhe me një dorë duke punuar brumin, por ju mund ta bëni në rehatlikun tuaj. Pasi brumi është bërë konsistent, duket pak i butë, e lëm të pushoj. Unë e kam lënë gjithë natën dhe e kam bërë të nesërmë në mëngjes për syfyr, por ju mund ta lini edhe 2-3 orë derisa të vi. Pastaj ripunoni prap edhe filloni me pak ujë të lagni duart në mënyrë që të mos ju ngjisë brumi nëpër duar dhe marrim pak nga brumi që kemi përgatitur të nesërmen ose pasi të ketë pushuar 2-3 orë, do ta shihni që masa është dyfishuar, e hapim dhe paralelisht kemi vendosur një tigan me vaj, që vaj të nxehet, se duhet vaj i nxehtë, dhe e vendosim petullën që të piqet. Petullën e piqni për pak sekonda nga njëra anë dhe nga ana tjetër, lart mund t'i hidhni pak vaj me një lugë, duke përdorur një lugë, e ktheni nga të dyja anët dhe kaq është. Mjafton kur të marrë ngjyrën e artë, ta hiqni nga zjarri. Zjarri, siç e thash, më falni vaj, duhet jetë i nxehur paraprakisht, ndërsa më pas duke pjekur petullat mund edhe ta ulni pak që të mos i djeg dhe të marrë ngjyrën e artë. Petullat bëhen shumë të shijshme, shumë thjesht, mund t'i shoqëroni me djathë, me recet, me mjaltë, me çfarë të dëshironi ju. Ju bëft mirë.